tani është rada për intervistën e ditës. Në studio veçmë ka mbërritur zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti, i cili njëherë është edhe kryetar i Lëvizjes Demokratike nga koalicioni Vlen. Zoti Mexhiti, mirë se erdhët në Alsat. Mirë Sulgjej, faleminderit për ftesë. Mbrëm keni ndenjur gjatë në takim, a doli tymi zi apo tymi bardh në Vlen? Shkurt. Se do i shtjellojmë pastaj më gjithësisht gjitha. Pra, ashtu siç thash edhe sot, kemi debatuar gjatë deri orët e vona. Mirë po, debateve do vazhdojnë këto ditë. Vendim mende nuk ka. Tymi zi apo i bardh? Nuk ka vendim. S'ka vendim. Atëherë, do doja së bashku të ndjekim analizën e Alsatit për zhvillimet në koalicionin Vlen dhe pastaj do t'i shtjellojmë edhe një herë do pyesim se si ishte epilogu dhe si mund të jetë epilogu. Të ndjekim analizën. Tymi zi në Olxhakun e kapelës të Vlenit pas takimit të djeshëm që zgjati deri në mesnat. Liderët Izet Mexhiti, Bilal Kasami dhe Zeqiria Ibrahimi nuk patën fatin ta kenë në tryez Arben Taravarin. Ky i fundit, duke ulur edhe më tej nivelin e përfaqësimit, dërgoi më këmbësit e tij, Halil Snopçën, Blerant Ramadanin dhe Arben Fetajin. Asnjë kartolin për ditën botërore të shëndetësisë nuk u dërgua nga Taravari, edhe pse kjo ishte arsyeja zyrtare për mungesën e tij. Takimi nisi rreth orës 20. Disa erdhën me koncepte në xhep, të tjerë me valigje plot mendime. Por në zymtësinë 4 orëshe të takimit, bisedat u kthyen në një rreth vicios të pafund. Nuk e dim, ta shohim, nuk vendosim ne. Kjo qasje u përshtat më së miri me filozofin kulinare të shpallur pas kuvendit. Përpara se të vendoste nëse do të hante me Vlenin apo me BDI-n, Taravari deshi të shihte çfarë kishin në pjatë Besa, LD, Alternativa dhe i pavaruri Qoku. Ne nuk e dim ato si kanë ndajt mes veti, na intereson edhe të shohim si është ndarja, na intereson çfarë merr Besa, ku është Alternativa, ku është LD-ja. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Pa e fshehur fare dëshirën për bashkëpunim me BDI-n, mes luhatjesh të llastuara dhe përkthjeljesh që vetëm BDI ditja bëj vetes. Taravari luante me aluzionin e vendimeve të mbajtura peng. Dhe me një dozë rezerve, sërish për media do të fliste për ofertën që vinte nga brenda Vlenit, duke interpretuar atë si ultimatum. Pak ditë më parë pas një lajmi të publikuar në Alsat, mbi kërkesat e tij për 40% të kulaçit, për komuna dhe lista këshilltarësh në zgjedhjet lokale, Taravari i mohoi kategorikisht si shpifje, por në intervistën e fundit, në dritat e ngrohta të studios, jo vetëm e pranoi, por shtoi se kërkesa për 40% ishte bërë në emër të gjithëve. Besoj dhe shpresoj se do gjejmë dy të përbashkët dhe do t'i zgjidhim të gjitha paqartësitë mes nesh. Nëse ta shoh një tendencë që mbrengos realisht, se thot Taravari 40% listave, nuk është ashtu. Do të thënë, marrëveshja është aty ku ka kandidat për kryetar komune LD-ja, shembull Saraj, ose në Çajir konkretisht, Çajir të ketë 40% të këshilltarëve. 60% i ndajnë partitë tjera. Derisa Taravari bënte pazare, në Vlen askush nuk ndiqte të njëjtën lojë. Pavarësisht se për Taravarin, 3 liderët e Vlenit flisnin veçmas që në nëntor. Në fakt ai dukej sikur kishte marrë një tun shtesë pune, me dalje të shpeshta publike, disa herë në ditë, ku jo vetëm shpikte deklarata, por vendoste edhe kushte. Duke anashkaluar çdo mekanizëm formal të koalicionit, ai zgjodhi të fliste jo me partnerët, por me kamerat. Dhe kur dikush flet për kushtet e shtëpisë, ndërkohë që në xhep ka çelësin e një shtëpie tjetër, atëherë dilema nuk është më a do të ik, por pse po vazhdon të luaj teatër dhe për kë po e luan atë. Ajo që bie në sy është se as vendimet e tij, as kushtet nuk duket se buronin nga partia e tij, që ende nuk ishte mbajtur kuvende kryesi, duke lënë të kuptohet se gjithçka ishte përgatitur shumë më herët, mbase 4-5 muaj më parë, dhe po servohej tani, e ftohtë para Vlenit. Pavarësisht gjithçkaje, liderët e Vlenit nuk e quajtën tradhtar, megjithse Taravari kishte devijuar nga misioni për të cilin ishte rreshtuar me ta. Vetëm në janar, në një status në Facebook, shkruante: Si sot para një viti bëra një status që do të ndryshonte fatin e shtetit, megjithse në presion të madh, unë zgjodha njerëzit. Sot, në përvjetorin e tij, mund të them, po, Vlen. Çfarë ndryshoi gjatë rrugës? Këtë e di vetëm Taravari. Edhe pse dështimi me tenderin e parkimit nuk e tronditi aq shumë përballë kryeministrit që anuloi, duket se thesin e boksit e gjeti brenda Vlenit për të shkarkuar mllefet. Ndonjëherë me qetësinë që ta jep vetëm e vërteta, publiku tani e ka të qartë, nuk ka ndarje.
atëherë s'ka vend as për bashkim në bukën e thyer. Por nuk mund të mohohet as fakti që në këtë situatë BDI po shijon kokoshkat ndërsa sheh e qetë dhe distante këtë teatër kukullash. Sa për mediat, të cilat Taravari i sheh si fajtore për përçarjen, perceptimi është i shtrembër. Marrëdhëniet mes dy njerëzve nuk shuhen për shkak të një të treti, por për shkak të hapësirës që njëri prej tyre ja ka krijuar të tretit. Fillimisht me pompozitet, Taravari fliste për sulme nga BDI në media, më pas për portale dhe në fund e reduktoi tek një media nacionale. Ne veruam dhe ka se vlen, mistam dhe ka povetje o duj. Fushat negative përveç disa portale dhe mediume në Maqedoni. I shoh edhe një medium që është nacional, që ka tendenca që t'i fryn punës së prishjes së koalicionit të Vlenit. Një gjë është e qartë, gënjeshtra sado që edhe mjekët dorëzohen përballë për kufizimit të saktë të saj, nuk shërohet me efridol, as me mjekët më të mirë, as me farmacit më të famshme të botës. Jemi rikthyer në studio, zoti Mexhiti, a funksionon ende koalicioni Vlen, apo tashmë është kthyer në len? Jo, në më thonë, koalicioni Vlen, sa i përket emërtimit, këtë emër ka pas edhe para se të vjen Aleanca, sepse V-ja është vendos nga vetëvendosja. Po pak më rëndësi, mendoj, është emërtimi. Vlen funksionon pra me tempo normale, këto ditë edhe më dinamike. Dhe a ka shans të mbjetoj kështu si që është Vleni, sepse ju mbrëm patë takim të gjatë, e thatë dhe në fillim, Taravari nuk je erdhi në takimin e fundit të liderëve, ju gjatë ditës thatë se takimi nuk dështoi, megjithatë ai juve ju injoroi, zoti Mexhiti. Mirë, bëhet fjalë domethënë për një takim, besoj që takimet e radhës do vjen edhe zoti Taravari, për shkak se është takimi i liderëve, takimi i kryesisë së Vlenit, ku përveç debatit duhet të mirët edhe përgjithësia dhe duhet vendoset. Pra, edhe unë duhet jem optimist në këtë situatë. Ma e keqa është se Vleni ishte duke marrë situatën, më thonë, përpara në qeverisje, për shkak se ishte 4-5 parti politike, edhe kur edhe anketat tregonin që Vleni më ka dukshëm ngritje dhe dallim kundrejt Bashkimit Demokratik për Integrim, kur u kriju përshtypja që BDI kështu si është, domethënë, pa reforma të thella, është në proces të pakthyeshëm, bashkë në këtë moment, pra, edhe ajo më vjen mas, domethënë, është çështje që duhet analizohet, dul në sipërfaqe ky problem pra ju thonë se kur Vleni filloi të rritet edhe më shumë, ndërsa Taravari thotë ndryshe, por ti marrim çështjet një nga një, sepse a mund të thuhet prapë do doja të insistoj në të marrë një përgjigje cili është fati i Vlenit. A mund thuhet se nuk janë më pjesë e Vlenit Taravari dhe partia e tij, sepse ai thotë do të bashkëpunoj me Vlenin dhe sikur e distancon veten nga ju. Kemi parë, jemi dëshmitar të deklaratave shumë të ditëve të fundit, edhe të zotit Taravari edhe tuajat. Unë mendoj që mundohem të jem konsekvent në këto deklarata dhe dhe them prapë njëjtën. Më thonë, ndërsa të zotit Taravari, ndonjëherë më thonë flet si pjesë e Vlenit, ndonjëherë si partner i Vlenit, dhe ndonjëherë më thonë edhe vetë i hapën, më thonë, ndaj BDI-s dhe ndaj Vlenit. Mendoj se duhet ta qartësojmë para opinionit që bashkëpunimi me BDI-n është problemi kryesor i kësaj situate, pra nuk është komunikimi si u desh paraqitet. Bashkëpunimi i kujt? I zotit Taravari, sepse besoj që edhe shumica e aleancës këtë nuk e dëshirojnë, sepse janë ndërtuar 20 vite të tëra në politika anti-BDI, dhe sidomos pas investimit fundit që e kanë bërë në zgjedhjet e fundit dhe ndryshimi që është sjell pra në mënyrë të suksesshme me unifikimin e opozitës shqiptare. Pra, atë që duhet ta theksoj, qoftë drejt për drejt, pra negociatat me zotin Ahmeti, qoftë dalja nga Vleni vetë në zgjedhjet e ardhshme, prapë mendoj që janë dy pozicione që janë në favor të BDI-s dhe në kundërshtim apo
në dëm të Vlenit si koncept politik. Dhe bashkëpunimi i Taravarit, si që thoni, apo negociatat e Taravarit me BDI do dalin pas pak, po prap do t'insistojnë atë përgjigjen zoti Mexhiti. Edhe ju e thatë. Taravari në një farë forme thot jam, s'jam Vlen. Ju thoni është, s'është. Tani, a është apo nuk është më Taravari Vlen? Pra nëse ndjekmi mendoj debatin... Nëse ndjekim deklaratat, është është. Debatin edhe mbram brenda Vlenit, pra ne jemi shumë afër, domethënë, për t'i parafruar qëndrimet, edhe pse ajo që ngrit si çështje, domethënë, se ta shohim çka do merr LD Besa alternativa, unë ju tham me shumë përgjegjësi që ne 3 subjektet bashkë me vetëvendosjen deri në këtë moment as që kemi bisedu për përqindjet që duhet me marrë, as që kemi bisedu për komunat që duhet t'i mirë. Por thoni këtu Dhe këtu ka pas problematike... një pozicion i aliansës për shqiptarët që ka kërku pra t'i definojmë komunat që duhet t'i takojnë aliansës. Ne kemi dalë edhe me propozimin, domethënë konkret, që shkoj edhe në kuvendin e kalum, që në opinion duan t'a paraqesin si ultimatum, sepse po do e komentojmë, nuk pranoni ultimatume. Pas ka shku, domethënë, 1 orë para kuvendit, kjo nuk është e vërtet, pra zoti Taravari këtë propozim e ka pas... Me propozimin e Qoku që e paraqet. Këtë propozim e ka pas, domethënë, në DNI nga bashkëpunëtorët e tij, një natë para Bajramit. Sepse unë ku më dheq negociata ndërmjet Aliansës, Besës, në Tetov, për të ardhur një kompromis politik, pra sa i përket komunave brenda Vlenit. Prapë, zoti Mexhiti, dhe kur i shohim këto, domethënë, qëndrimet e parafërta, dhe aty është dallimi, domethënë, mbram, sepse ne kërkojmë, jo më mënyrë ultimative, po është pa kuptueshme, domethënë, duke qenë pjesë e Vlenit edhe të negociosh edhe me zotin Ahmetin. Po ai nuk erdhi në takim. Prapë është ajo pyetja zoti Mexhiti, a është apo s'është Taravari më Vlen? Sepse hem nuk ka zoti Mexhiti. Këtë duhet ta them. Urgjentisht pra duhet të ndërpriten negociatat e zotit Taravari me zotin Ahmetin. Sepse ajo e rënon konceptin e Vlenit edhe, domethënë, edhe demanton atë që është pjesë e Vlenit. Sepse aty paraqitet pra si një koncept apo parti politike autonome që mund të jetë në Vlen, po mund të jetë edhe jashtë Vlenit, mund të garon vetë, po mund të garon edhe me Bashkimin Demokratik. Deklaratat janë të tilla, ka disa ditë që janë deklaratat të tilla. Ato duhet t'i sqaron, domethënë, zoti Taravari, ndërsa unë për opinionin uroj që pra të reflekton, të ndërpret bisedimet me Bashkimin Demokratik për integrim, të kthehemi të ryezës, domethënë, do miremi vesh siç jemi marrë për shumë gjëra deri tash vesh, dhe në këtë mënyrë pra mund të vazhdojmë. Përkundrazi, nëse dikush edhe me tutje mendon të vazhdon bisedimet me bashkimin me BDI-n, apo të den zgjedhje vetë dhe të bashkëpunon me BDI-n, atëherë mendoj që nuk është pjesë e Vlenit, por kjo duhet të jemi të sinqert që ta deklaron opinion dhe se ne nuk mund ta ndalim, nëse do të shkojmë me BDI-n. Thoni që Taravari duhet deklarohet, megjithatë duhet deklaroheni edhe ju, zoti Mexhiti, sepse i bie që ju po e prisni. Në këtë takim nuk ju erdhi, ju po e prisni dhe i bie sikur ju po e lutni zotin Taravari që të qëndrojë në Vlen, ashtu siç e lutët edhe para më shumë se një viti për të bërë pjesë e koalicionit. Ne, domethënë, para kuvendit të Aliansës kemi pas një mbledhje të kryesisë brenda Vlenit, dhe aty është konkluzioni që do i presim në kuvend ta sjellin vendimin, domethënë, përfundimtar se si më tutje. Mirëpo nga kuvendi kanë dalë disa konkluzione të cilat janë, domethënë, të paqarta, të padefinuara. Po ashtu është një konkluzion aty që tash do dalin në bazë për të pyetur, domethënë, elektoratin, votuesin, dhe kjo në politikë, ne që kemi përvojë politike, këtë e njohim si blerje e kohës. Dhe a ka fa deri kur dhe pritni, zoti Mexhiti? Dhe ne nuk jemi pa përvojë politike, prandaj dhe, domethënë, e përshpejtuam iniciativën për shkrirjen e Vlenit, dhe i themi edhe publikisht edhe tash. Duam ta kemi pjesë të Vlenit Aleancën për shqiptarët, po e duam një aleancë që nuk e ka opcion Bashkimi Demokratik për integrim. Dhe deri kur do e pritni vendimin? Proceso, kemi hyrë këtë rrugë. Se mos gjas deri në zgjedhjet lokale, derisa të mbahen zgjedhjet lokale. A ka një afat, a keni dhënë ju liderët jashtë Taravarit një afat? Unë mendoj se brenda një jave mas shumti, pra kjo punë do pastrohet, do sqarohet, sepse nuk ka kuptim ne ta lodhim opinionin tash
jemi apo si jemi Jo, sepse vlen. opinioni edhe ashtu ka filluar të lodhet, nga ajo është, nuk është, jeni bashkë, nuk jeni bashkë, dhe çështja tjetër është kush kujt ja nguliti thik pas shpine, Taravari juve apo ju atij, sepse ai thotë që tre liderët, ju së bashku me Kasamin dhe Ibrahimin, nga nëntori të vitit kaluar vazhdimisht keni qenë të koordinuar, apo si thot raporti ka qenë 3-1? Pra, ne jemi, ashtu siç kemi qenë bashkë me Taravarin, tash jemi 4 subjektet bashkë në Vlen dhe nuk kemi, domethënë, nuk kemi ku shkojmë. Tash për të vënë me Taravarin bashkë, ne duhet të shkojmë bashkë me Taravarin te Ali Ahmeti atje të bashkëbisedojmë, nëse e shef kështu situatën. Pra nëse ka menduar që ai ka shku vetë dhe ne kemi lënë, nëse është kjo tradhtia, atëherë ne e pranojmë, domethënë, po jemi bashkë në kuadër të Vlenit. Çështja e dytë, pra aty ka debat dhe brenda atë sa ekziston Vleni, ka pas në atë debat edhe dallime, edhe ndryshime, edhe projekt kontra argumentime, ku do njerëz që janë pajtu me Bilalin, ose Zeka s'është pajtu me mu, unë kum qenë me një vi me zotin Taravari. Për këtë situatë, domethënë, për kjo situatë u hap me një propozim i cili për neve ishte pak i çuditshëm me listat e veçanta të shkojmë në zgjedhje. Po, do dalim tek ajo. Vetëm ta elaboroj se këtu ka filluar domethënë ajo piknisja. Ajo ndarja. Dhe ne normal nuk ka tabu tema, e kemi hap aty në tavolinë dhe nuk e kishim qartë. Domethënë dhe konstatimi ka qenë pse duhet të shkojmë me lista të veçanta në këtë periudhë ku ne kemi mbaruar pjesën e parë të lojës, e kemi fitu Bashkimin Demokratik për Integrim, Frontin Evropian, jemi pjesë e qeverisë, kemi marrë mbi supe, ndryshimin që sollëm ta ndjenë qytetarët me qeverisën më ndryshe, dhe tash është ajo pjesa e dytë e lojës, e cila më nuk ka reprizë. Pra pjesa e dytë, këto janë zgjedhjet lokale. Dhe ne në zgjedhjet lokale sfida jonë është domethënë të ballafaqohemi me Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe jo bashkëpunoni me Bashkimin Demokratik. Dhe nuk mundet në të njëjtën kohë, pra ne edhe me Bashkimin Demokratik për Integrim të ballafaqohemi në zgjedhje, edhe të ballafaqohemi me njëri tjetrin se cili është më i fuqishëm, cili është më i madh. Dhe në këto takime Dhe duke ecë kohës dul që jo vetëm këto dyja, po dul edhe konceptet që edhe mund të bashkëpunohet me Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe kjo është problemi esencial. Në cilën periudhë ndodhi kjo? A përputhet me këtë kur thotë në nëntor? Sa i përket listave, domethënë ka pas disa argumente nga zoti Taravari që ka qenë më prezent në media kohën e fundit, i ka elaboruar, dhe ne kemi dalë me konceptin, pra e para, betejën e kemi me BD-n, nuk e kemi betejën brenda neve. E dyta ka qenë, domethënë, argumenti politik se te listat e këshilltarëve është sistemi i Dantit. Sistemi i Dantit i favorizon partitë e mëdha, dhe ne duke qenë të mëdhët, ky thotë hajde shkojmë të vegjëlit. Ku do digjen këshilltarët dhe do shkojnë në favor të BDI-s. Dhe këto pakënaqësi, dhe këto që i përmendni, a janë përmendur, a keni debatuar për këto në mbledhjen e përbashkët kur e keni pasur? Vetë Taravari ka shprehur pakënaqësitë lidhur me kandidimin në komuna e caktuara. A është e vërtetë se ka kërkuar që në 40% të komunave të kandidojnë kuadrot e tij dhe se mosmarrveshjet e para kanë filluar pikërisht për komunën e Saraj, që të mund të kandidojnë 2 kandidatë tuajt dhe pastaj cilit kalojnë në raundin tjetër të llogaritet se është i Vlenit dhe të mbështetet ai? Problemi prap këtu e dalim. Pra gjenezën duam ta dim ku ka nisur është legjitime brenda Vlenit për të luftuar për pozicionim, për të luftuar për idetë tua, për politikat tua, edhe aleancat brenda Vlenit, domethënë për të votuar dhe për të kaluar ato. Po nuk është legjitime kur të njëjtat komuna që pretendon të merr në Vlen, njëjtat komuna i negocion edhe me Bashkimin Demokratik për Integrim. Kur ka nisur ky negocim që thoni zoti Mexhiti? A përputhet me këtë periudhën që thotë nga nëntori, nga fundi i vitit, nëntori, dhjetori. Atëherë thoni që Taravari ka nisur të negociojë me BD-n për një bashkëpunim të mundshëm? Jo, atëherë kanë dalën domethënë në sipërfaqe këto lista, domethënë çështja e listave të ndara të bashk, me kandidat bashkë, me kandidat darës, duhet prej tash të definojmë komunat, ne aty kemi pas edhe propozim tjetër. Domethënë në këto zgjedhje lokale, Vleni të ketë kandidat të përbashkët, lista të përbashkëta, program të përbashkët, pra cili do që të jetë kandidat në Çajër apo Tetov, mos jetë i LD-s aleancës, po të jetë i Vlenit, i cili do del me ekipën e tij, domethënë të ketë kryetarin e këshillit nga një subjekt tjetër, drejtorin e ndërmarrjes nga tjetër, dhe ato të ndjehen pra si kandidat të Vlenit. Dhe që atëherë ai keni bërë ndonjë... Dhe ne duke bisedu këto domethënë pro dhe kontra argumente rreth këtyre ideve,
erdhëm deri tek informata që zoti Taravari komunikon, negocion me zotin Ahmeti, që dalgadal dulën edhe në sipërfaqe. Dhe këto që thoni, zoti Mexhiti, që ti marrim gjërat një nga një. Erdhën informatat se zoti Taravari komunikon me zotin Ahmeti. Vetë Taravari, a ju ka njoftuar për kanalet e komunikimit me Ali Ahmetin, apo këte keni kuptuar nga dikush tjetër? Se a ju akuzon juve për një anshmëri në raport me të? Do më thonë, ka pas edhe paralajmërime në opinion me porosi indirekte nga takimet e Ahmetit me të huaj, me ambasador, po ashtu do më thonë edhe burimet tona të informatave, se fundi-fundit është një vend i vogël ku njihemi, fundi-fundit secili prej neve ka kontakte edhe andej, për jo negociata, edhe kjo është debatu edhe në kryesin qendrore të Vlenit, ku kemi kërku, do më thonë, të vërtetohet, të sqarohet, pse duhet, do më thonë, të negociohet me zotin Ahmeti. Ju keni kërkuar, dhe ai çfarë është përgjigjur? Do më thonë, ai ka konfirmuar që ka kanale komunikim? Jo, ka konfirmuar, do më thonë, që ka komunikuar dhe ka folë me zotin Ahmeti. Për bashkëpunim për zgjedhjet lokale? Dhe ju ende jeni në dilema, a është apo nuk është vlerë dhe ende i bëni thirrje të reflektoj? As të merr mu dikush nuk lejoj, do më thonë në bisedë informative, as në atë. Ne kemi kërkuar sqarim si partner brenda koalicionit, ta dim situatën, pse është dashur të fillohen negociata të këtilla, pse duhet në bisedime të tilla me Bashkimin Demokratik për Integrim, si dhe kuptojnë këtë votuesit tonë 107.000 vota, si dhe kuptojnë strukturat tona, të cilët kanë bërë gjithçka, do më thonë, për ta sjellë ndryshimin. Megjithatë, ju gjatë ditës thatë që të ndërpres bisedimet dhe të reflektoj. Të ndërpres bisedimet me BDI-n dhe të reflektoj. Prap shtohet ajo pyetja. Deri kur do e lusni, në pafundësi do e lusni? Pse ka shumë lutje ndaj Taravari? Kjo është çështje ditësh, do të thonë, nuk ndohet asgjë brenda një javë dite. Ne duhet të japim shans procesit. Dum edhe njëherë pra ta mbyll shtegun me Bashkimin Demokratik për Integrim, të rikthehet dhe ta shef si opcion të vetëm Vlenin ashtu siç e shohim ne, dhe të vazhdojmë betejën edhe brenda qeverisës, edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale. Sa i keni shpresat se kjo do ndodhë? Do reflektohet dhe do kthehet në Vlen? Po tash sipas informatave, domethënë e di që strukturat, kuvendi, antarësia e aleancës, mund ta them me shumë përgjegjësi mbi 70%, pra as nuk duhet ta paramendon bashkëpunimin me Bashkimin Demokratik për Integrim. E njëjta e shoh edhe të përfaqësuesit e aleancës që ishin mbrëmë në takim, që kemi deri orët të vona të mesnatës, pra janë pro bashkëpunimit me Vlenin. Po megjithatë nuk erdhi atë thot vetë Taravari në takim. Mirë po, domethënë nga deklaratat publike të zotit Taravari, mendoj që kemi problem dhe kështu nuk mund të vazhdohet. Unë dëgjoj pra një deklarat e cila nuk e një as teoria politike, thot nëse nuk mirën vesh me Vlenin, do dal vetë në zgjedhje, dhe në varësi se me këtë shkojnë në raundin e 2 të zgjedhjeve, atje do kërkojnë mbështetje. Po, do vaj bashkëpunoj këtu me gjitha partitë. Diku nga BDI-a, diku nga Vleni, diku nga VMRO-ja, diku nga LSDM-ja, këtë nuk e njeh as teoria politike, domethënë, dhe mendoj që ka nevojë pra të rishqyrtojnë qëndrimet, të rishqyrtojnë pozicionet, të reflektojnë, të ta mbyllim këtë çështje të ecim bashkë. Por ndryshe, nëse vazhdohet kështu, do mbetet vetëm si punë e dëshirës e vullnetit mirë, po kjo punë pra do një përfundim edhe besoj që... Dhe kush në këtë rast e vendon pikën e fundit, zoti Mexhiti, se pra po vim tek ajo kush e vendon pikën e fundit, s'është jam, s'jam? Pa edhe kjo është, domethënë, në demokraci ka disa rregulla, domethënë mund të luftosh në një tavolinë ku janë 5 liderë ose 5 opsione, mund të luftohet deri në fund për opsionin tuaj, e argumenton atë opcion, po momentin që mbi votohesh, që ka shumica vendos ndryshe, më thonë prej atij momentit mbrohet koncepti i shumicës, jo i pakicës dhe jo atij që ka humb konceptin brenda tavolinës. Dhe ju tha që problem është komunikimi i tij, negociatat e tij me BDI-n për bashkëpunim në zgjedhjet lokale, megjithatë i patolerueshëm. Megjithatë ai tha që edhe ju komunikoni me Musa Xhaferin, me Fatmir Deharin, me këtë tjetër keni komunikim në BDI, zoti Mexhiti? Unë mendoj se opinioni këtu na njeh gjithëve dhe e di që unë 20 vjet kam qenë brenda BDI-s, Po nuk mund të thoni se s'keni komunikim me eksponent BDI, se 2 dekada keni qenë atje. Nënkretari i BDI-s, dhe është shumë arsyeshme, unë kur shkoj në Parlamentin Republikan, takoj deputet
në koridore, në bife, në sallën e parlamentit, normal që ndalem, komunikoj, bashkëbisedoj, mirë po nuk negocioj politikisht me të. Unë edhe subjektet tjera kanë komunikime... Pra për çështje politike nuk keni komunikim me asnjë në BDI? Ne jemi, oponent politik me Bashkimin Demokratik për Integrim. Ne jemi kundërshtar politik, nuk jemi në hasmëri, mirë po, unë brenda BDI-s, kum luftu deri momentin e fundit për mendimet e mia, për mendimin ndryshe, derisa u përjashtova. Kur jam përjashtu, unë e kum mbyll kapitullin e BDI-s, dhe unë jam pjesë e Vlenit, dhe kjo, këtu, duhet t'i dallojmë disa gjëra. Komunikim dhe negociata politike janë dy koncepte krejtësisht të ndryshme. Ne nuk kërkojmë që zoti Taravari kur t'i shef ato të BDI-s, të sillet keq me to ose mos ju flet. Ne, kërkojmë llogari, sqarim, pse duhet ulet me zotin Ahmetin dhe të negocion për komunat e njëjta, me cilat negocion. Si ka bërë këto negociata? Njëjtat janë. Edhe me BDI-n është bisedu Struga, Gostivari, Vrapçishti, Bogovini, Saraj, Likova. Njëjtat komuna janë kërkesat. Dhe nëse ne nuk e rikthejmë besimin, nëse nuk jemi të bindur që është mbyllur shtegu i negocimit me BDI-n, ne po t'ja japim edhe 40% zotit Taravari, cilat do jetë garanca që ai në zgjedhje lokale nuk do bashkëpunon në mënyrë të fshehur ose indirekt me Bashkimin Demokratik për Integrim. Që i bie në një farë me zoti Mexhiti se nga ajo që ju dëgjoj juve sonte, ju dëgjova edhe gjatë ditës çfarë deklaruat, e dëgjova mbrëm edhe Taravarin, besimi mes jush është zbehur, mos them është humbur se këtë duhet ta thoni vetë ju dhe Taravari. Është zbehur, po mendoj... A ka humbur, apo vetëm është zbehur? Mendoj që kemi përvojën politike, kemi dije, kemi, potencial edhe demokratik, edhe kapacitete për t'ullë, për t'i tejkalu këto probleme dhe për t'lëviz bashkë, por me kush që të mbyllë, negocimi me Bashkimin Demokratik për Integrim, ose dalja e aleancës për shqiptarët vetë në zgjedhjet e ardhshme lokale, sepse prej tashun e them se edhe ajo është në funksion pra të Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe ajo është në marrëveshje me Bashkimin Demokratik për Integrim. Që dale vetëm, nëse dele vetëm. Nëse del vetëm. A mund ndodhë që Taravari dhe partia e tij të mos jenë në Vlen, sepse ju tha që Vleni do e vendos pikën në fund, varësisht situatës, po s'dihet se kur, por të vazhdojnë të jenë në qeveri, pra të mos jeni bashkë politikisht, por në pushtet vazhdoni të jeni bashkë. Ne, këtë betejë kemi fillu bashkë, dhe pse është bashkangjitë, në fund të procesit, dhe uroj pra që sërish pra të reflekton, të mbyll ato gabime, dhe të reflekton nga gabimet, dhe të kthehet në tavolinë për të gjetë zgjidhje brenda Vlenit për të lëviz bashkë. Për ndryshe, është më sinqet, pra nëse është problem, Vleni, nëse është problem qeverisja, nëse është problem këto, është ma e udhës, ma burnore, të thuhet haptas, që nuk du bashkëpunim me ju, du me Bashkimin Demokratik për Integrim, pa atëre du të shkon të BDI. Du të shkoni në opozit, duhet të shkoj. Megjithatë ai tha se ka biseduar me kryeministrin Mickovski, që në qeverisje të vazhdoj, duke pasur parasysh se ai ka grup parlamentar prej 5 deputetësh, edhe atë duke i mbajtur pikrisht dikastere që i ka. Po këtu është çështja, këtu është probleme. Pra, është një mishmash, i deklaratave kontradiktore. Pra, duhet jesë qeveri, duhet bashkëpunoj me Ali Ahmetin, do dalë vetë zgjedhje, do bashkëpunoj edhe me VMRO dhe me LSDM-n. Pra, kjo është e panjohur për teorinë politike, jo praktikën politike, dhe mendoj se kjo nuk ka Gjithatë e tha si ka biseduar me Mickovskin dhe nëse i zoti punës, në këtë rast kryeministri dakordoi që partia e Taravarit vazhdoi të jetë pjesë e qeverisë. Atëherë ju çfarë do të bëni? Do shohim, A do të vazhdoni të jeni në qeveri apo ju në këtë rast do jeni nga qeveria? Duhet të pastrojmë dilemat brenda oborit tonë, brenda Vlenit, ta sqarojmë jemi apo nuk jemi Vlen dhe mandej jemi apo nuk jemi qeveri e kështu me radhë. Mirë, opinioni i veçmë e ka të qartë se çfarë po ndodh në Vlen, vetëm juve ju duhet ende kohë për të pastruar dilemat jeni ose nuk jeni në Vlen, por çfarë nëse ndodh zoti Mexhiti? Çfarë nëse ndodh vërtet kjo që thot ajo që tha Taravari ka biseduar me Mickovskin, mbetet në qeveri, ju çfarë do bëni në atë rast? Do vazhdoni të qëndroni në qeveri? Kemi biseduar edhe ne me kryeministrin, sa tu jemi bashkë në qeveri. Po unë du fillimisht pra të jap shansë ta zgjidhim këtë çështje brenda Vlenit, të sqarojmë punë të brenda Vlenit dhe mandej për situata të reja me sigurisht do ndërtojmë qëndrime të reja si Vlen.
Dhe keni biseduar për këtë me kryeministrin. Kur keni biseduar Taravarit a dje ka biseduar? Bisedojmë tash, domethënë e keqja është në një situatë pra krejtësisht pozitive dhe situatë ku ishim të ngarkuar domethënë me programin e qeverisë, me projektet e shumta për interesit qytetarëve, u defokusuam dhe po mirimi domethënë me vetveten. Prandaj këtë çështje duhet ta mbyllim sa më shpejt dhe të lëvizim. Ajo varet prej juve dhe prej Taravarit, sepse vërtet edhe në opinion është krijuar hutia. Nuk ka një përgjigje të prerë se çfarë po ndodh. Ju thoni kështu, pala tjetër thot ashtu. Megjithatë paraprakisht ju thatë se nuk përjashtohet rikonstruimi i qeverisë, por kryeministri thatë kundërtë nuk ka riformatim. A do të pritet, themi, zgjerohet, shkurtohet, çfarë do ndodh me qeverinë? Pra, edhe një dhe potencoj, për ne më e rëndësishme që këto ditë deri në fund të javës ta sqarojmë domethënë situatën brenda Vlenit dhe mandej do të sqarojmë edhe situatën e qeverisë. Dhe limiti apo afati i fundit është thoni se fundi i javës. Sepse atë që thashë në preskonferencë, pra bashkëpunimi me Ali Ahmetin, bashkëpunimi me BDI-n, me këtë BDI në këtë drejtë, pra nënkupton që nesër pas nesër do ketë edhe faktura nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Do ketë kërkesa nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Pra ato kanë hallin e vetë dhe mandej nëse e kanë partner zotin Taravarin, ato do fillojnë ti dërgojnë fakturat e tyre deri te qeveria. Si ta lexojmë këtë zotim? Nëse ju deri në fund të javës merrni një vendim, nëse dikush është mbyll për korrupsion, domethënë nëse zoti Taravari mbetet partner me zotin Ahmetin, atëherë tendenca do jetë këto të lirohen, të zbuten dënimet. Ajo tendenca thoni do jetë kjo, po si ta kuptojmë në momentin që ju i ndani apo i bashkoni rrugët, por në këtë rast të themi i ndani rrugët, ju do kërkoni që Taravari të largohet nga qeveria apo ju vetë do dilni nga qeveria? Domethënë ne thash edhe në emision që do bëjmë maksimumin që Vlenin ta ruajmë kështu si është. Po, duke pasur parasysh deklaratat e juaja dhe zoti Taravari ditëve të fundit, sa janë ato shanse që vërtet ruhet kështu si është? Ta sqarojmë Vlenin, do vim do sqarojmë edhe për qeverinë. Mirë, do presim edhe një javë, atëherë pritëm sa, do presim edhe një javë dhe do e shohim. Se ishte edhe një deklaratë tjetër e zotit Taravari që tha ka ministrat dhe drejtorët e ASH-s janë më të mirët në këtë qeveri, po ka zëvendës ministrat e Vlenit që nuk shkojnë në punë. Kujt janë ato zëvendës ministra, se nuk janë tash, ashtu tha Taravari. Dhe kujt janë ata drejtorë? Se kum dëgju, po nëse kështu e ka thonë, është shumë informate gabueshme dhe jo e drejtë. Ashtu e tha zoti Taravari, janë të mirë? Ka zëvendës ministra që nuk shkojnë punë? Unë i shoh aty si zëvendës ministra, si drejtor të Vlenit, pra nuk i shoh si të ASH-s, të LD-s e kështu me radhë, sepse ato, domethënë, udhëhiqen prej programit të qeverisë, jemi në një ekip qeveritar dhe të mirat dhe të këqijat nga ato, domethënë, i ndajmë bashkarisht. Mirë, prapë nuk morëm një përgjigje të prerë, do presim deri në fund të javës se çfarë rrugë do ndjek Vleni, do ndahet përfundimisht apo ende ekziston një fije shprese se mund të mbetet kështu e bashkuar, gjykuar. Për ta prish letë, domethënë ne po mundohemi ende me rujt Vlenin, është bërë me shumë mund. Dhe sa do arrini ta ruani prapë me atë që fillova do duhet ta mbaroj. Dhe sa do arrini ta ruani, zoti Megjiti, shifen deklaratat edhe të juaja edhe zotit Taravari. Pra ju thoni që të pritet fundi javës. Jo, ne nuk kërkojmë asgjë tjetër, domethënë, vetëm të mbyllet shtegu me BDI-n dhe zoti Taravari të kthehet pjesë e Vlenit, jo partner me Vlenin. Partner me Vlenin, domethënë, nuk është zoti Taravari. Jo në Vlen, nëse ka negociata me BDI-n, se më duhet këtu ta përmbyll, por kam vetëm edhe një pyetje të fundit të regjia, ju lutem foton ta shohim së bashku me zotin Megjiti, kur jemi tek BDI-ja, sepse diskutuam që dera e Vlenit është e mbyllur për bashkëpunim, megjithatë, regjia, ju lutem fotografi nëse mund ta shohim që ta komentojmë së bashku me zotin Megjiti. Ju keni pasur një status në Facebook më datën 3 prill, ku thoni që shqiptarët në pushtet, BDI në opozit, ju numëroni këtu Sopotin, Alfën, Harun Aliun, Monstrën, komandantu ÇK-s, Durmët Ursin, spitalin modular të Tetovës, ku vdiqën 14 persona, Besa Transin, dhe thoni edhe përkundër gjitha këtyre tragjedive, BDI vazhdoi qëndroi në pushtete. Dhe asnjëra nga këto tragjedi nuk është zbardhur deri më sot, asnjë zyrtar i shtetit nuk ka dhënë dorëheqje për arsye morale ose politike. Megjithatë, zoti Megjiti, kur ka ndodhur të gjitha këto raste, një nga një, duke filluar nga Sopoti deri te e fundit, Izet Megjiti ka qenë në BDI dhe nuk e ka braktisur pushtetin. Po e vërtet, dhe më thonë edhe unë jam gati për të marrë pjesë të përgjegjësisë së kësaj, po nuk mund të jetë përgjegjësia e njëjtë. Siç nuk pretendoj sot përgjegjësia të jetë e njëjtë e imja edhe një
një funksionari brenda vlenit që ka një pozitë shumë më tullë. Pra, edhe pozicionet e bëjnë të vetën, dhe për këtë arsye, ne edhe për këti pozicioni, pra kemi kërku mirë që u trajtu dhe patë përgjithësi për rastin e Koçanit, ne duhet të himë në mënyrë retroaktive edhe rasteve tjera, edhe këto ditë është ideja që të hapim një komision hetimor brenda parlamentit për rastet që ka ndodhur pra në 4 vitet e kaluara. Po, për të gjitha tragjeditë. Zoti Mexhiti, jemi vërtet i tejkaluam gjitha limitet kohore. Unë ju falenderit shumë që sonte ishit në Alsat. Faleminderit edhe juve.